Mirëmëngjesi të gjithëve, besoj janë futur diku 9-10 veta. Okej, do të fillojmë. Përpara se sa të shtjellojmë temën e sotme, unë do dëshiroja që të gjithë juve kolegë t'ju bëja një pyetje. Nga network shop i fundit, sa javë kanë kaluar? Kush ka qenë pjesë, për shembull Fioralba po? Nuk e di kush nga ju tjerë kolegë. Duke marrë parasysh nga pjesa e network shopit të fundit të bërë nga 27 shkurti, kanë kaluar diku 6 javë. Sa prej rutinës apo praktikës apo këshillave që neve kemi le të themi shënuar, puntuar, dhënë më tepër fokus, juve i keni bërë pjesë të rutinës tuaj. Në lidhje me pjesën e dialogjeve, në lidhje me pjesën e telefonatave, të marrjes së listimeve, të prospektit. Çfarë kemi vënë në praktik? Apo asgjë? Thjesht ishim pjesëmarrës, kishim disiplinën dhe vullnetin për të thënë, po marrim pjesë dhe ana praktike më pas nuk përfshihet. Do dëshiroja që në pjesën e seancës së sotme të marrim pjesën e sipërmarrjes për të vendosur në praktik minimalisht 50% në atyre që ne do themi dhe do prekim. Tema e zgjedhur për sot është fuqia e rutinës së mëngjesit. Ndikon jashtëzakonisht shumë në mbarvajtjen e gjithë ditës tonë. Ne kemi një fjalë të urtë në gjuhën shqipe, që është fillimi i mbar është gjysma e punës. Jemi dakord gjithë këtu? Ndaj sot dua të flasim për fuqinë e rutinës së mëngjesit. Sa prej jush ndjekin një rutinë mëngjesi? Kur them rutinë mëngjesi, nuk bëhet fjalë për fashën e parë të ditës gjatë orarit të punës. Është nga momenti i zgjimit deri në daljen për në punë. Dua që ta nis këtë seancë të sotme me një shprehje të Jim Rohn. Niveli i suksesit që mund të arrini, rrallëherë e tejkalon nivelin tuaj të zhvillimit personal. Sepse suksesi është diçka që ju tërhiqni fal personit që bëheni. Do dua ta ritheksoj këtë shprehje dhe një herë të dytë. Niveli i suksesit që mund të arrini, rrallëherë e tejkalon nivelin tuaj të zhvillimit personal. Sepse suksesi është diçka që ju tërhiqni fal personit që bëheni. Ndaj së pari, duhet të jemi persona të mirë në mënyrë që të na pasojë suksesi. Kur them persona të mirë, nuk ka të bëj me anën vetëm profesionale apo vetëm personale. Është një miks midis të dyjave. Jemi të bindur për këtë gjë? Atëherë nga duhet ta nisim ne për të bërë persona më të mirë? Nga duhet ta fillojmë? Jeni shumë të heshtur sot, po, okej, nga mëngjesi. Përse duhet ta fillojmë nga mëngjesi? Sepse dita fillon me zakonet tona dhe ato formosojnë jetën tonë. Nëse jemi një agent që zgjohet kur t'i dali gjumi, që shumicën e kohës e gdhin edhe e ka këtë mëngjesin e vonë, praktikisht e kap dreka, a do të jemi në gjendje që të jemi të kënaqur në fund të muajit, në fund të 3 mujorit, apo në fund të vitit me rezultatet dhe targetin që i kemi vendosur vetes? Një rutinë mëngjesi ne na ndihmon të jemi më të organizuar dhe shumë herë më pozitiv. Organizim me veten për të qenë sa më aktiv gjatë ditës. Po.
Një rutinë efektive ndihmon dhe ndikon mbi trupin, mendjen dhe shpirtin. Po çfarë është një rutinë mëngjesi? Një rutinë mëngjesi për mua, edhe për shumë prej nesh, përfshin një seri aktivitetesh që kryen gjatë mëngjesit për ta nisur ditën në mënyrë më të organizuar dhe më pozitive. Besoj se që të gjithë kemi një rutinë mëngjesi që e zbatojmë prej vitesh, pavarësisht se çfarë përmbajtje ka kjo rutinë. Mund të lind pyetja, apo shumë prej jush mund të thonë, sa kohë duhet për ta kryer këtë si rutinë? Do të varet shumë nga gjithë secili prej jush, sepse secili mban të veshur atë kostumin e tij që i rrin mirë dhe e bën të prezantohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Mua, për një rutinë mëngjesi do më duhen 60 minuta. Shumë prej kolegëve të mi mund t'i duhen dhe 90 minuta, në varësi të aktiviteteve që kryejmë gjatë kësaj ore. Çfarë përfshin një rutinë? Një rutinë mund të përfshijë aktivitete të ndryshme, siç janë aktivitetet fizike, mendore, shpirtërore, të kujdesit ndaj shëndetit apo trupit. Pra, është e rëndësishme si të stërvisim mendjen, po ashtu dhe trupin. Jeni dakord? Sa prej jush kanë një rutinë mëngjesi? Blerina? Imobiliare Berat, unë po. Unë Viktoria, Berat. Edhe ne kemi, po e fillojmë gjithmonë duke që gocën në shkollë. Po, ato do të thoja, në varësi të statusit dhe prioritetet ndryshojnë, por ai zgjimi ka të bëjë me disa etapa që janë personale përpara se të arrijë në pjesën e detyrave mbi familjen. Okej, sot unë do të flas për hapat që ndjekim nga momenti kur zgjohemi deri kur dalim nga shtëpia për të shkuar në zyrë. Janë disa etapa që do doja t'i ndaja me ju dhe një pjesë të tyre jam shumë e bindur që do ta përvetësoni, sepse do ndajmë dhe eksperiencë me njëri tjetrin. Disa shembuj të një rutine mëngjesi janë heshtja, afirmimet, vizualizimi, ushtrimet fizike, leximi dhe një ndër më të rëndësishmit është pjesa e shkrimit. Zakonet tona mund të përmirësohen nëse neve kemi disiplinën dhe dëshirën për ta bërë këtë. Okej, tani do t'i shohim konkretisht të gjithë çfarë elenkuam dhe përmendën në slajdin e kaluar. Heshtja. Gjëja e parë, duhet të praktikojmë heshtjen. Pse është kaq e rëndësishme? Mund të ma thoni? Pse është kaq e rëndësishme heshtja? Për të kuptuar trupin. Sepse vetëm në heshtje ne mund të mësojmë të dëgjojmë veten tonë. Heshtja ndihmon në pastrimin e mbetjeve mendore gjatë natës dhe në përgatitjen e trurit për vendimarrje të rëndësishme. Heshtja na ndihmon të qartësojmë mendimet, të ndjejmë emocionet dhe të kuptojmë çfarë ne vërtet kemi nevojë. Është një lidhje shumë më e lartë me veten dhe të jep mundësinë që të dëgjosh mendimet e tua përpara se të dëgjosh opinionet, le të themi, të botës. Të lidhemi me brendin ton dhe të japim kohë vetes ton përpara se të përfshihemi në zhurmat dhe në këtë kaosin dhe rutinën e ditës. Redukton kortizolin, sepse ul nivelin e stresit që në hapat e parë të ditës, le të themi dita nis mbar. Si mund të aplikojmë? Ka disa metoda të ndryshme që mund të aplikohen. Le të themi mënyra të thjeshta. Një mënyrë është meditimi, që është 5 deri në 10 minuta, fokusohemi te pjesa e frymarrjes. Lejojmë mendjen tonë të fluturojë dhe e kthejmë butësisht vëmendjen prapë te frymarrja. Një element i dytë mund të jetë lutja apo reflektimi. Është shumë e rëndësishme të jemi mirënjohës. Dhe të lutemi apo të reflektojmë në një qetësi të plotë. E treta mund të jetë një vëzhgim i heshtur.
unë e kam pjesë të rutinës time prej vitesh që gjëja e parë, pi kafen e parë të mëngjesit në shtëpi dhe mundësisht hapa të perden dhe shoh atë panoramën nga pjesa e balkonit. Ndër vite ka ndryshuar shumë, se jetoj në një lagje që ka pasur shumë shtëpi private dhe tani janë bërë ndërtime të reja dhe mendoj, kush do jetë sipërfaqja e trullit e radhës për të kthyer në objekt ndërtimi. E katërt, si element është frymarrja e ndërgjegjshme. Është teknika 4-7-8. Thithim 4 sekonda frym, e mbajmë për 7 sekonda dhe e nxjerrim për 8 sekonda. Kjo do të na ndihmojë jashtëzakonisht shumë që ta fillojmë ditën me një relaks. Se harrova, gjëja më e rëndësishme, nga momenti i zgjimit, telefoni duhet jetë sa më larg. Jo sa hapim syt të kapim direkt telefonin dhe të merrem me këto rrjete sociale. Gjëja e dytë janë afirmimet motivuese. Afirmimet motivuese shpesh keq kuptohen në një rutinë mëngjesi, sepse shumë njerëz mendojnë që okay, po bëj një afirmim, unë jam i pasur apo i suksesshëm. Ndërkohë që llogaria bankare është 0. Truri nuk do ta besoj automatikisht. Nuk funksionon kështu. Që afirmimet të kenë efekt, duhet të në thonjza mashtrojnë sistemin ton nervor, por në një mënyrë inteligjente, jo thjesht me fjalë boshe. Ja se si mund të ndërtoni dhe të aplikoni një afirmim. Duhet të bëni deklarata pozitive që ndryshojnë mendimin apo veprimet tona. Ato na ndihmon të përqendrohemi tek potenciali dhe tek aftësitë. Afirmimet duhet të jenë patjetër motivuese, por nuk duhen keq kuptuar. Ato janë deklarata pozitive që ne i përsërisim vetes me qëllim që të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë, ndjejmë apo veprojmë. Mund të jenë fjali të thjeshta, si unë jam e aftë të përballoj çdo sfidë. Çdo ditë po rritem dhe po përparoj. To funksionojnë mendjen tonë tek aftësitë dhe potenciali ynë, në vend që të ndalemi tek pjesa e vështirësive apo frika apo dyshimet apo pengesat. Pasi ngulitet tek e pandërgjegjshmja jonë. Cili prej jush bën afirmime? Mendoj që është akoma ajo mundësia që nuk janë sekte, nuk jemi sekt, thjesht duhet sa më shumë të mbjellim në atë kopshtin ton të mendjes. Ma besoni, unë sot e kam nisur mëngjesin me jam jashtëzakonisht shumë e aftë të përballoj çdo sfidë. Kam një rast klienti Blerina e di sepse me Blerinën bëj pjesën e coaching. Kam një rast klienti që po trajtoj prej kohësh, është një rast hidrocentrali. Dhe nga dje në sot kam bërë llogarit gabim, më thot Pala Shitse, dhe çmimi ndryshon me 1 milion euro. Këto në tregun ton ndodhin, por është e rëndësishme të ruajmë qetësinë, të fokusojmë mendjet tona tek aftësitë dhe potenciali që kemi dhe të mos stepemi apo të mos friksohemi përballë një pengese që mund të ngulitet tek e pandërgjegjshmja jonë. Gjithçka fillon me unë. Në momentin që unë jam e aftë të bëj një deal të tillë, unë jam e aftë të zgjidh dhe një problematik të tillë. Së treti, shumë i rëndësishëm, neve e kemi diskutuar dhe në seancat e mëparshme të Mirëmëngjesi MMO, pjesën e vizualizimit. Është vivid vision. Është e rëndësishme të mësojmë të jetojmë me vizionin ton të qartë çdo ditë. Në vend që të presim të arrijmë diçka në të ardhmen, mund të mësojmë të jemi që sot personi që dëshirojmë të bëhemi nesër. Unë kam gjithmonë në çantën time të laptopit një letër të tillë. Besoj duket?
Duket të pap 1 milion. 1 milion euro. 1 milion euro në vit, ky është targeti im. Dhe të mos them që në një pjesë të mirë të aplikacioneve, unë e kam password. Okej, dhe me diçka tjetër, nuk ndryshe do të zbuloni passwordit, por që ja them vetes shumë shpesh dhe jo më kot, përveç se e kam në letër, në zyrë, në tabel, në çantën e laptopit që e marr kudo me vete, e kam dhe në gjysmën e passwordeve të aplikacioneve që kam. Sepse duke vizualizuar ku dëshirojmë të jemi, qëndrojmë në kontakt të përhershëm me atë version të vetes dhe japim mundësi vetes që të arrijmë tek objektivi, tek qëllimi çdo ditë. Sa prej jush kanë bërë një Vivid Vision? Blerina, po se neve bëjmë coaching dhe trajnohemi dhe kemi pjesë të rutinës plus dhe updating. Është shumë e rëndësishme ta vizualizoni veten minimalisht nga tani që jemi fillimi I prillit, minimalisht në fund të vitit. Sa të kënaqur do jeni me veten? Çfarë objektivi do keni arritur? Nëse nuk e keni bërë, unë ja u rekomandoj sepse ndikon jashtëzakonisht shumë në mendimet dhe më pas efekt domino në pjesën e veprimeve tona. Gjithashtu ne si MMO ju ofrojmë dhe konsulencë se si mund ta krijoni këtë vizualizim. Pra, jetoni me një vizion të qartë çdo ditë, pjesa e Vivid Vision, bëhem person që dëshironi të bëhemi sot dhe jo nesër, dhe na ndihmon që të veprojmë sipas atij versioni ideal që kemi projektuar për pjesën e vetes tonë. Për mua data 1 janar vjen me këtë vizualizim. Unë e kam me pjesën e ditëlindjes ato vitin tim kalendarik, por pjesën e business planit patjetër me 31 mbyllet dhe me një vendoset pjesa e targetit të ri. Së katërti janë pjesa e ushtrimeve fizike. Ushtrimet fizike si pjesën e rutinës së mëngjesit kanë shumë përfitime, jo vetëm për trupin, por është shumë e rëndësishme për mendjen dhe energjinë që injektojnë tek ne për gjatë gjithë ditës. Çfarë përfitimesh kanë? Rrisin energjinë, aktivizimi I trupit zgjon qarkullimin e gjakut dhe rrit nivelin e oksigjenit në trup, duke na bërë më energjik dhe më të freskët. Përmirëson fokusin dhe qartësinë mendore. Ushtrimet e mëngjesit stimulojnë jashtëzakonisht më shumë trurin. Ndihmojnë në pjesën e përqendrimit dhe në pjesën e kreativitetit për gjatë gjithë ditës. Pika e tretë stabilizojnë humorin. Aktiviteti fizik njihet që çliron endorfin, e njohur si hormoni lumturisë, duke na bërë më pozitiv dhe më të motivuar. Dhe personal trainerat në pjesën e palestrës apo aktiviteteve të ndryshme fizike e rekomandojnë që përpara sa të nisë rutina e mëngjesit të jetë pjesa e një aktiviteti fizik. E katërta, vendosin ritmin e ditës. Kur bëjmë ushtrimet herët, krijojmë një lloj zakoni të shëndetshëm dhe disiplinë që na ndihmon në të gjitha aktivitetet e tjera. Dhe pika e 5, përmirësojmë shëndetin fizik. Stërvitja rregullon metabolizmin, forcon muskujt dhe kockat dhe kontribon në një mirëqenie të përgjithshme. Jemi dakord? Pika e 5 e një rutinë mëngjesi që ka ndikim jashtëzakonisht shumë të fuqishëm mbi mendjen dhe zhvillimin personal është leximi. Leximi na zgjon mendjen. Leximi I bërë herët në mëngjes do të ndihmojë trurin që të ngrihet dhe të përqendrohet duke e bërë mendjen tonë të qartë dhe të gatshme për vijimin e ditës. Rrit njohurinë dhe kreativitetin. Çdo faqe e re është një mundësi për të mësuar diçka të re, për të marrë një ide dhe për të zgjeruar një horizont. E treta, motivon dhe frymëzon. Librat motivues, biografit, shkrimet për zhvillim personal, ne na japin një lloj energjie dhe një lloj motivimi dhe besimi për të vepruar drejt qëllimeve tona. Pika e 4 redukton stresin. Një libër I mirë na tërheq vëmendjen dhe na largon nga ato shqetësimet që mund të kemi të ditës, duke krijuar një moment qetësie për vetveten.
Pika e 5 është krijon një zakon të mirë. Leximi çdo mëngjes krijon një lloj disipline që do të na ndihmojë në lidhje me përqendrimin dhe me organizimin gjatë ditës. Së gjashti, shkrimi. Sa prej nesh kanë mbajtur ditare? Paktën në një periudhë të caktuar, besoj të paktën vajzat që të gjitha po. Çfarë shkruanim aty? Shkruanim çfarë na ndodhi gjatë ditës, çfarë dëshirash kishim. Unë e kam patur në periudhën e gjimnazit. Po. Dhe është i dobishëm shkrimi në mëngjes, sepse shkrimi nxjerr frikrat. Listat çfarë kemi për të bërë të punëve, shqetësimet, dhe duke i hedhur mbi letër, truri merr sinjalin, u regjistrua. Tani mund ta lëshoj dhe këtë mendim. Kjo liron një hapësirë në trup për kreativitet. Shkrimi qartëson mendimet dhe qëllimet. Shkrimi na ndihmon që të shprehim idetë, shqetësimet, qëllimet, duke i bërë të qarta me vetveten. Rrit fokusin dhe vetëdijen. Kur shkruajmë, çdo mëngjes ne bëhemi të vetëdijshëm për atë që duam të arrijmë dhe mënyrën se si do veprojmë për të shkuar deri aty. Liron stresin dhe emocionet. Shkrimi funksionon si një valvul për të çliruar tension dhe për të përpunuar emocionet. Ushqen kreativitetin, ndihmon në krijim dhe në kreativitet. Idetë më të mira shpesh lindin kur ne i shprehim mendimet në letër, duke ushqyer dhe imagjinatën dhe inovacionin, natyrisht. Pika e 5 krijon zakon dhe disiplinë. Shkrimi i rregull çdo mëngjes ndërton një rutinë të fortë, të ndihmon në organizim dhe në menaxhimin e ditës. Pavarësisht se me anë të teknologjisë sot dhe një agent e kemi në aplikacion të lidhur me Hotmailin, Gmailin, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme pjesa e mbajtjes së një agende. Gjithashtu dhe një ditari për të gjithë pikat ton, list to do, kujtesat. Pa shkrim, dita jote mund të kontrollohet nga urgjencat e të tjerëve. Të do ta keni postulat. Shkrimi të detyron që të pyesësh. Cila është gjëja më e rëndësishme që duhet të bëj sot? Për shembull, për ne si agent imobiliar, shkrimi i objektivave specifik. Sot do të bëj 10 telefonata me një vetbesim, do të marr listimet e reja, apo do t'i kërkoj ulje çmimi palës shitse. Nëse këtë e programojmë, e shkruajmë, praktikisht e kemi të përkthyer në programim në mendje që të kërkoj mundësi dhe jo pengesa. Shkrimi vepron si një terapi falas. Kur shkruan, ti ndjen dhe kalon nga gjendja e të qenit brenda emocionit në gjendjen e vëzhguesit të emocionit. Jemi dakord? Gjithashtu ka dhe plot aktivitete të tjera, shembull, nuk e kemi kolegun ton Iglin, por një ndër rutinat e mëngjesit që Igli praktikon është pjesa e jogës. Gjithashtu mund të jenë ushtrimet e frymarrjes, secili sipas përmbushjes së tij. Cilat janë pengesat për të krijuar një rutinë mëngjesi dhe cilat janë mënyrat për t'i kapërcyer ato? Penges, një ndër pengesat mund të jetë, të tjerët nuk na kuptojnë. Mund të jetë në kuadër kolegësh, mund të jetë në kuadër marrëdhënie, raport me klientin. Zgjidhja është rregulli i 95%-s. Unë dua të bëj pjesë tek 5%-shi dhe jo tek 95%-shi. Nuk e di sa prej jush kanë marrë pjesë në një nga trajnimet tona që kemi bërë pjesën e piramidës agentit imobiliar, dhe fokusi përqendrimi është të jemi tek 5% e më të mirëve, dhe jo të ndjekim 95% e tregut. Një pengesë e dytë mund të jetë mungesa e qëndrueshmërisë në veprime. Nëse ne kemi këtë, një zgjidhje për ta kapërcyer është
një vizualizim, të bëjmë një vivid vision dhe të përcaktojmë qartë vizionin ton dhe të veprojmë në vazhdimsi. Mos të lëmë pengesën e parë që të na mund. Një pengesë e tretë mund të jetë pjesa. Sot po e lëmë një anë këtë punë dhe po merrem nesër. Ne si natyra njerëzore jemi të prirur të bëjmë gjërat që na pëlqejnë më shumë. Shembull, të mos dalim në prospekt, por të bëjmë një takim me qendrën e influencës. Na pëlqen më shumë komoditeti, takimin kafe apo në zyrë. Zgjidhja është ndalo, ti shikosh këtë procese si të ndara. Këtë po e lë për nesër, këtë pjesë procesi pune po e bëj sot, sepse gjithçka është ndërlidhur. Nga prospekti tek telefonata, te marrja e listimit, tek prezantimi deri në mbylljen e procesit në finalizimin e transaksionit. Mund të jetë një pengesë, mungesa e ndjenjës së përgjegjësisë. Dhe një zgjidhje është të pyesim veten, pa ndjenjën e përgjegjësisë, ku do të ishim sot? Dua që të reflektoni mbi këtë pjesë. Ku do të ishit sot pa ndjenjën e përgjegjësisë? Disa rekomandime. Filloni çdo ditë me një qëllim dhe një rutinë të qartë. Dhe unë dua që të angazhoheni që të gjithë që nga nesër të bëni minimalisht 1 nga 6 hapat që përmendëm, nga heshtja deri tek shkrimi. Zhvilloni trupin, mendjen dhe shpirtin. Dhe e treta, suksesi juaj fillon nga ajo që zgjidhni të bëni çdo mëngjes. Të du ta keni postulat. Suksesi im fillon nga ajo që zgjedh të bëj çdo mëngjes. Unë do doja që të ju rikujtoja që në datën 17 prill do të organizojmë një trajnim si të parandalojmë kundërshtitë e klientëve. Ky trajnim do të jetë fizik, jo online, dhe do doja që të regjistrohesh për të mësuar më shumë dhe për të rritur standardet tuaja profesionale. Besoj duhet të ketë ardhur të paktën të gjithë pjesëmarrësve në këtë seancë të sotme një link për të regjistruar. Nëse nuk e keni parë linkun, mund ta gjeni dhe në pjesën e bios në Instagram ose të komunikoni me mua, Aidën, Blerinën. Gjithashtu, 2 rekomandime në lidhje me këtë temë janë pjesa e 2 librave, nuk e di, më duhet të kontrolloj nëse janë në gjuhën shqipe, por libri i parë që sugjerohet titullohet Mrekullia e mëngjesit nga Hal Elrod dhe libri i dytë është Klubi i 5 AM të mëngjesit nga Robin Sharma. Dhe këto do t'ju ndihmojnë të vizualizoni dhe të krijoni një rutinë shumë më të mirë për veten tuaj dhe në vijim për familjen tuaj. Se besoj që gjithë fokusin e kanë në fund që këto target ta ndajnë me njerëzit e dashur. Shumë e drejtë për librin e Robin. Për mua ka shënuar një ndryshim shumë të madh. Para 5 vitesh që e kam lexuar dhe që është libër, nuk e di. Duhet lexuar me shënime. Të lexoj mbaj shënime. E ke gjetur në gjuhën shqipe? Po. Okej, që mund t'i ndihmojmë dhe kolegët për ato që Po, ka. Dhe tani Mrekullia e mëngjesit kam përshtypjen e kam edhe këtë e kam lexuar, por që këtë duhet ta kem lexuar në anglisht. Unë kam lexuar atë Klubi 5 mëngjesit. Po. Po vetëm se s'ke qa bo që më 5 këtu në Tiranë. Nëse ti e ke këtë 90 minutshin e organizimit të ditës tënde me gjitha këto 6 etapat, ma beso që ke qa bën. Pastaj duhet të gjesh një grup, them unë, Ervin, që të ketë njëjtin mindset, që të mund të kesh çfarë të bësh, se çfarë aktivitetesh të bësh. Për shembull, mund të bësh një sfidë me një grup. Kush ngrihet në 5 të mëngjesit, bëhet një grup WhatsApp-i dhe shkruan se çfarë po bën atë mëngjes. Po ke dalë në mëngjes po bën rap, apo po lexon një libër, apo po bën yoga, apo bën një nga ato
aktivitetet që përmendi Xheni për rutinën e mëngjesit. Kështu që Unë them që ora 7 është më mirë. Gjithsesi mos e harro duke u nisur nga Blerina, mora shkas nga Blerina që ta pjesën e energjisë të grupit. Juve jeni shumatorja, ne që të gjithë, jo juve, jemi shumatorja e 5 njerëzve që ndajmë pjesën e kohës më të madhe. Ndaj keni kujdes në pjesën e rrethimit me njerëzit e duhur. njerëzit që frekuentojnë. Jemi gjithmonë shumatorja e atyre 5 njerëzve që kemi. Ka shumë drejt Xheni, kështu që shikoni nëse po jeni nuk ndiheni mirë, ndroni vend. Ndroni ambient. Përshëndetje. Absolutisht po. Absolutisht po. Përshëndetje të nderuara, si jeni? Përshëndetje Esmeralda. Gjensila, shumë faleminderit. Unë është hera e parë që jam në trajnim me ju. Edhe dua t'ju komplimentoj, në fakt unë punoj në një fushë krejt tjetër, po ashtu siç tha Blerina, kam pak vite që po ndjej pa rehati në këtë fushën time. Edhe jam duke parë kudo ku është e mundur për ta gjetur pak veten ose për ta rrethuar veten pak më ndryshe. Unë punoj në arsim në fakt. Jam mësuese dhe trajnere prej disa vitesh, prej shumë vitesh, më shumë se 20 vite. Edhe është ai momenti i paratis, po jam kënaqur shumë për mënyrën se si e keni mbajtur trajnimin, për lekuencën, faleminderit. atë kohën që i jep secilit për ta çuar deri në fund mendimin, për ta thithur trurja, atë që ti thua fjalin tënde. U kënaqa shumë me ju, nuk e di nëse unë mund të vazhdoj të jem pjesë e këtyre trajnimeve, po realisht do isha shumë e lumtur. Patjetër që po. Edhe do isha dhe më interesuar për të ditur se çfarë ofrohet më shumë nga ju. Është hera e parë, aplikova kështu si rastësisht dhe fal Zotit pata një orë të lirë dhe arrita ta dëgjoj të gjithën. Kështu që kam dëshirë të kontaktojmë dhe të di më shumë për ju. Po patjetër. Patjetër. Kontaktoj Blerina dhe Aida. Okej, Falenderoj. nëse nuk e kemi numrin tuaj, mund ta shkruash numrin këtu në chat, Esmeralda, edhe do ju kontaktojmë ne pastaj. Faleminderit shumë. Të lutem, kënaqësi. Okej. Kjo ishte tema për sot. Unë ju falenderoj. Ju rikujtoj edhe një herë trajnimin e ardhshëm, nëse do dëshironi të jeni, është në 17 prill. Ju falenderoj për vëmendjen, edhe shpresoj të shihemi prapë në seancat e radhës dhe të jemi konsistent, të kemi disiplinën. Po, jam do t'ju pyet si Xheni pastaj se nëse i keni bërë këto rutinën e mëngjesit, keni filluar ta ndryshoni rutinën apo jo? Faleminderit.